Mos përfshirja e 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës për shtrejtimin e energjisë elektrike prej 16.1% kanë ngjallur reagime të shumta në opinionin publik. Madje kjo po konsiderohet nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit se është diskriminim flagrant dhe shkelje e të drejtave të njerëzit, raporton Kosova Press. Përveç kësaj, përjashtimi i këtyre 4 komunave nga rritja e çmimit të rrymës po cilësohet edhe si pabarazi sociale dhe ekonomike në vend. Ndërkaq me 2 maj grupi asnjë cent më shumë ka dorëzuar padi në gjykatën themelore në Prishtinë kundër zyrës së rregullatorit për energji, duke kërkuar anulimin e vendimit për rritjen tarifave të energjisë. Vendimi e zyrës së rregullatorit të energjisë është marrë me shkelje, në bindjen tonë është marrë me shkelje të shumta ligjore, në kuadër të cilave natyrisht që mos përfshirja e 4 komunave e bën këtë vendim të natyrës diskriminuese. Në bindjen tonë për shkak kemi konfirmimin tashmë dhënë madje edhe me disuaj nga ana e zyrës së rregullatorit të energjisë që këto 4 komuna përjashtohen. Dhe në bindjen dhe pretendimet tona në padi, një vendim i tillë ndër të tjera është natyrës diskriminuese për shkak natyrisht që përveç asaj që e kemi përcaktuar në padi, fakti që para 2 ditësh është përfshirja në institucioni i avokatit të popullit është një lajm i mirë. Kemi të bëjmë me vendim të natyrës diskriminuese për çka hyn në domenin e çështjeve sipas të cilave është kompetenca e institucionit të avokatit të popullit që të përfshihet në raste të tilla. Ne presim që gjykata konform afateve të përcaktuara me dispozitat e ligjit për konflikt administrativ, me thekë veçantë për sa i përket çështjes së masës së përkohshme, përkatësisht masës sigurisë, vështirjen e ekzekutimit të vendimit të vendosë konform këtyre afateve dhe natyrisht pas kësaj natyrisht presim që çështja të shqyrtohet në bazën e provave dhe pretendimeve që i kemi adresuar tek gjykata, për çka në bindjen tonë vlerësojmë që janë të qëndrueshme dhe rrjedhimisht të anulohet një vendim i tillë si i pabazuar dhe ligjërisht me shkelje të shumta. Kosova Press raportoi ditë më parë se tarifat e reja nuk zbatohen në atë pjesë të territorit për shkak se Elektroserver operon jashtë sistemit të furnizuesit me shërbim universal dhe marrëdhënie tarifore janë të ndryshme, duke ju referuar një përgjigje të zyrës së rregullatorit të energjisë. Lidhur me këtë, drejtori i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bexhet Shala. Nuk mundet në një vend ku e ke një sistem energjetik ti krijosh 2 sovranitete dhe nuk mund të krijosh çmime në baza etnike. Për serb çmimi tjetër, për shqiptar dhe jo serb çmimi tjetër. Kjo është diskriminim flagrant, o shkelje rënd e të drejtave të njerëzit dhe për neve si Kombëtari është e habitshme se si qytetarët po reagojnë. Sovraniteti në veri në vend që ta ketë zëreja në tërë territorin e Kosovës e ka ndonë me Elektroserverin. Zëreja po gënjen, zëreja po mashtron, zëreja nuk ka të drejtë, zëreja po e keq përdor në përkrahje politike që ka tash dhe është duke i plaskisur qytetarët e Kosovës. Në përgjigjen e ZRE-s potencohet se tarifat përfundimtare që Elektroserver i aplikon konsumatorëve të saj në veri janë në kompetencën e vetë kësaj kompanie dhe jo të ZRE-s. Ndërkaq institucioni avokatit të popullit ka kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji pezullimin e vendimeve për rritjen e çmimit të energjisë elektrike prej 16.1% deri në përfundimin e hetimeve lidhur me ankesat e qytetarëve.